qytetarëve shqiptarë si preferuari i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Unë kështu e konceptoje. Në rast se Partia Demokratike do kishte një strategji tjetër, do të kishte dhënë një përgjigje tjetër në seancën plenare, duke mos votuar as në parim, as nen për nen. Pse e them këtë gjë? Sepse nuk mundet në njëra anë të thuash që kemi narkoshtet dhe ti ta autorizosh Ramadura. Po edhe Ramaduro. Ramadura, thotë, Rama krimi, Rama droga. Të gjitha këto ti ta barazosh se Partia Republikane Amerikane do të zhgënjet nga ty, ose linja Trump do të zhgënjet nga ty. Mos e shpërndajmë më shumë. Jo, ty e shpërndajnë ata. Nuk është Partia Republikane Amerikane në këtë rast. Jo, që drejton. Këtu është një nismë personale e presidentit Trump dhe edhe presidenti Trump e ka lidhur këtë gjë me emrin e vetë. Në vendet serioze, edhe në OKB, kur vëntohen disa norma, do të keni parasysh që shtetet serioze si Franca dhe Gjermania nuk marrin çfarë voton OKB-ja dhe vendosin në ligjin e brendshëm. Ju e patë se si u përgjigj Italia rastit të Trump. Pra, tha kushtetuta nuk na lejon, ne do të bëjmë asnjë veprim. Po gjithë bashkimi Evropian, dhe gjithë bashkimi Evropian, gjithë bashkimi Evropian në raport me këtë kanë kërkuar që të marrin kohë dhe të njihen. Edhe Shqipëria do të merrte kohë, edhe opozita do të merrte kohë. Se duhet opozita, pra Partia Demokratike, edhe një të marrin kohë. Bielorusia e firmosi me njëherë. Tani s'mund të thoni Ramaduro ose të thënë djathtas majtas krenar shteti dhe Bashkimi Evropian kur ne duam ta aspirojmë thot dua kohë, ndërkohë Shqipëria e cila as në Bashkimin Evropian nuk është vetëm në Bashkimin Sovjetik qëndron, vendos me njëherë pro çdo gjë që vjen nga Partia Demokratike në rastin konkret ka vendosur në parim. Dhe ne kemi dhënë draft edhe në 2004 për reformën në zgjedhore, zoti Rama mori në 11 maj mori 83 mandate i nderuara. Çështja e reformës zgjedhore ishte detyrimi i gjykatës kushtetuese. Jo, nuk ishte asnjë detyrim. Jo, është detyrimi i gjykatës kushtetuese. Po, edhe gjykata kushtetuese ka detyruar kuvendit të bëjë ndryshime në kodin penal për pjesëmarrje në protesta. Keni kapur ndonjëherë si ligjvënës ta ndryshoni? Po patjetër e kemi kërkuar. Jo, se keni kapur. Se keni kapur, nuk e keni ndryshuar. Ju imagjinoni ju gjykata kushtetuese ose këta kanë ndryshuar ligje dhe akoma kanë në kushtetut komuna, kur komuna që në 2015 ka ikur nga tokfjalshi i çdo ligji në Republikën e Shqipërisë. Pra nuk janë këto justifikime. Si ka mundësi Partia Demokratike të shkojë të bie dakord sot me zotin Rama 110 vota dhe nesër të shkojë të bëjë protestë. Si nuk shkojnë të dyja bashkë, nuk shkojnë fare. Nuk ka lidhje. Zoti Berisha, të jem realist tani për sa i përket protestës, zoti Berisha e bën këtë vetëm për një arsye, sepse në mars do bën zgjedhje brenda Partisë Demokratike për kryetarin. Dhe mendon se rrezikohet Berisha? Jo, nuk rrezikohet. Jo, një sekond. Nuk rrezikohet zoti Berisha për këtë, por ai do të thotë që unë po bëj kilometrin e fundit, pra edhe si kryetar që të kandidoj dhe tani brenda 2026 unë do ta rrëzoj Edi Ramën. Gyslen. Po nuk ka lidhje Ne s'dalim dot nga kostumi i gazetarit se m'gacmoj pak. Ju jeni avokati i zotit Meta, mos gabon. Po ç'lidhje ka kjo? Jo, ai është ftuar lidhje. Tani unë nuk e kam bërë pyetjen. Do të bëj një pyetje. Nëse nesër në Partinë e Lirisë organizohen zgjedhje për presidentin e ri dhe zoti Meta garon. Unë jam antar i Partisë së Lirisë. Po të pyes si analist pra tani, se ti kur u prezantove erdhe si avokat dhe si analist. Po të bëj një pyetje të nëse nesër zhvillon zgjedhje në Partinë e Lirisë edhe edhe për ta saktuar këtu nuk je ftuar si avokat. Je ftuar si avokat dhe si analist.